Baçi në oborin e parlamentit aty ku ka pasur seancën e sotme, duke u drejtuar me pyetjen që dakord, kushtetuesja rrëzon kërkesën e Ramës, po kur do të mblidhet komisioni i mandateve dhe çfarë do të bëhet me Belinda Ballukun? E ndjekim dhe komentojmë pastaj në studio. Gjykata kushtetuese tashmë ka marrë një vendim për zonjën Balluku. Këshilli i mandateve duhet të mblidhet për të hequr imunitetin apo jo? Çfarë qëndrimi do të mbajnë socialistët? Bëni durim dhe do ta shikoni qëndrimin. A do të bëhet buroj politike? Partia Socialiste kishte deklaruar që për të marrë një vendim për zonjën Balluku do duhet presi vendimin e gjykatës kushtetuese. Tani që kemi një vendim nga gjykata kushtetuese, çfarë qëndrimi do mbajë Partia Socialiste? Çështja e parë një herë që është çështja e pezullimit, e cila ka të bëjë me balancën e pushteteve, për të vijuar pastaj me kërkesën e SPAK. A je dakord për ndryshimin e kodit penal? Dhe herën e kaluar më thatë që po presim një vendim nga ana e gjykatës kushtetuese që Partia Socialiste të marrë një vendim për zonjën Balluku. Tani që gjykata kushtetuese u shpreh, a çfarë vendimi pritet të marrë Partia Socialiste? Po i keni parë vendimet në mbledhjen e grupit. A do të bëhet mburoj për zonjën Balluku apo jo? Procedurat janë shumë të qarta, ndahet funksioni nga personi dhe SPAK-u e ka të lirë kërkesën që bëri në lidhje me aktin e pezullimit të hetimit, kështu që drejtësia nuk preket, kushtetuta u shpreh e dyzuar në vendimin që mori dhe procedurat e tjera janë të lira, nuk pegohet. Një pyetje të lutem. A është i nevojshëm ndryshimi i kodit penal? Patjetër.